Partia Socialiste ka kërmtuar 34 vjetorin e themelimit, një festë që bëri bashkë në Selin Roz jo vetëm gjeneratën e re të Partisë Socialiste, por dhe senatorët e vjetër. Një festë që për kryesocialistin Edi Rama ka një kuptim të veçantë pas mbështetjes që shqiptarët i dhanë në 11 maj për një mandat të 4 qeverisës. Ditëlindjen europiane të Partisë Socialiste, kryeministri e sheh jo vetëm si një fitore të jashtëzakonshme, por si një mandat besimi për të udhëhequr vendin drejt BE-s. Gëzuar ditëlindjen e 34 të Partisë Socialiste, juve që jeni këtu dhe gjithë atyre që nuk janë këtu të pranishëm, por janë pjesë e pandashme e kësaj familje të madhe politike. Kjo është një ditëlindje që bëhet e veçantë si rezultati faktit që vjen pas një fitore shumë domethënëse të Partisë Socialiste, një fitore e cila vjen me një përgjegjësi më të madhe se asnjëherë tjetër, për vetë faktin që u mishërua si rezultat i një mbështetje më të madhe se asnjëherë tjetër për Partinë Socialiste. Dhe padyshim që ne nuk i jemi frikur edhe sigurisht nuk jemi shmangur asnjëherë përgjegjësive që vijnë me fitoret, dhe kjo unë besoj se është arsyeja kryesore pse ne nuk lodhemi së fituari, pasi nuk lodhemi së ngarkuari veten me përgjegjësi dhe së reflektuari mbi çfarë mund të bëjmë më mirë. Përgjegjësisë që i besuan shqiptarët, kryeministri Rama thotë se nuk i tremet, i vetëdijshëm që shumë gjëra duhen bërë më mirë, e synimin e vetëm, integrimin e Shqipërisë në BE brenda kësaj dekade. Ndërsa për deputetët e rinj të zgjedhur në 11 maj, Rama e ka një mesazh. Shpërndarja më e mirë se sa asnjëherë tjetër e peshës së përfaqësimit në çdo territor, që besoj unë i japin kësaj skuadre të re mundësinë që ta përballoj me sukses peshën e madhe që do të duhet mbaj në këto vite kur parlamenti do të duhet të bëhet shtylla kryesore e procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian për përmbajtjen që ka procesi. Nga ana tjetër, unë besoj që si rezultat i mirë organizimit në të gjithë territorin dhe si rezultat i një betejë të bërë me shumë përkushtim në të gjithë territorin, kemi po ashtu edhe një skuadër mbështetëse jashtëzakonisht premtuese në të gjitha njësitë administrative në të gjitha zonat ku Partia Socialiste është angazhuar gjatë gjithë këtyre muajve në mbështetje të grupeve të kandidatëve për deputet. Dhe patjetër që vlera kryesore e kësaj skuadre mbështetëse janë burimet e veta njerëzore. Partia Socialiste është dhe partia e cila ka qeverisur vendin më gjatë se çdo forcë tjetër politike në 34 vite demokracisë. Socialistët morën drejtimin e vendit nga 1997 deri në vitin 2005 për 8 vite. Partia Socialiste u rikthye në pushtet në 2013 me në krye Edi Ramën, i cili qeveris prej 12 vitesh vendin, ndërsa në 11 maj mori mandatin e 4 qeverisës dhe besimin për të drejtuar vendin deri në 2029. Në 34 vite demokracisë, socialistët e kanë qeverisur vendin për 20 vite.